i Kurtit është që ai një matje që e bëri, sepse kraj zgjedhjet lokale ka pas matje të shkoj apo nuk mos të shkoj në zgjedhjet e përgjithshme. Por tani ai është para aktit kryer. Nuk mund të arrijë që brenda kohës balotazhit, sepse veç 30 ditë është minimumi kur duhet shkohen zgjedhjet jashtëzakonshme dhe ai brenda 1 muaji dhe gjys ose brenda 2 muajve, ai nuk do të jetë gjendje ta formojë presidentja opozita për të formuar qeveri dhe është momenti më i volitshëm për të shkuar në zgjedhjet përgjithshme dhe për të pritur debaklin e Albin Kurtit. Ai jam i bindur që në zgjedhjet e ardhshme nuk do të humbë ashtu si e meriton, por nuk do ta shkel 32% apo do ta ketë një rromje minimum 10% dhe kjo do të jetë ajo e mira e zgjedhjeve të përgjithshme të cilat vijojnë. Atë që e kam thonë, edhe ndodhin zgjedhje. Të 3 partitë kanë diçka barabartë, dikon 27-28% dhe subjekte tjera i kanë, domethënë rreth ndo në 1/3, secili ka marrë pushtet 1/3 edhe e njëjta duhet të ndodh edhe në zgjedhjet e ardhshme dhe koalicionet do të jenë të paevitueshme. Kosova nuk bën në këtë gjendje që është pa koalicione, sepse e pam një qeverisje pa koalicione është shumë e dëmshme dhe shumë e rrezikshme për të ardhmen e Republikës dhe për të ardhmen e popullit shqiptar në Kosovë. Aq më tepër që koalicionet duhen që tani përpara se shkojmë te zgjedhjet e përgjithshme, por ju lutem bashkë me koalicionet më jepni një mendim për Prishtinën. Pra kush e merr kryeqendrën? Prishtinën e fiton përsëri LDK-ja, e fiton patjetër, sepse lëvizja vetëvendosje ka rromje të hatashme. Unë kam përvojë në këto koalicionet për balotazh. Koalicionet për balotazh janë nuk e japin rezultatin e pritur. Po marr parasysh që PDK-ja mund të bëhet koalicion apo Urani mund të bëjë koalicion me përparim Romën, rezultatin nuk e jep. Rezultatin e pritur, por pa koalicion fare. Kjo do të shkojë në favor sepse lëvizja vetëvendose ka humbur një terren shumë të madh në Prishtinë. Asnjë prej që ka fillu lëvizja vetëvendosje të fitoj Prishtinën, që nga viti 2013, kur jam bërë Shpend Ahmeti ka ardhur në pushtet, asnjëherë lëvizja vetëvendosje nuk ka rënë në këtë nivel të ulët. Andaj Prishtina është një përcaktues. Prishtina din të votoj edhe ndodhi ajo që edhe përparim Roma, unë nuk them që e ka meritu, por megjithatë ai që e ka meritu dosh të fitoj i tretin këtë rast Urani, por ai meqense nuk fitoj këtu Urani apo PDK-ja do t'i ndihmoj, edhe Aleanca, të gjithë do t'i ndihmojnë lëvizjes në vërtet Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe pa koalicione fare do të fitoj përparim Roma. Edhe Mitrovicën do të fitoj i nderuari Arjan Tahiri, Gjilani, Prizrenin do të fitoj PDK-ja, zoti si emnin Shaqir Totaj, Gjilani është pikpyetje. Nëse atë arrijet të koalicioni PDK vetëvendosje, në vërtet PDK, LDK, edhe atë rrezikohet, edhe pse është në vetëm 1%. Dallimi apo